Rikthehemi tashmë në këtë pjesë të dytë të programit për të folur pak për një temë e cila i prek një pjesë të madhe, qoftë të vajzave, po deri diku edhe djemve. Flasim pak për çrregullimet hormonale dhe rezistencën ndaj insulinës. Shumë vajza po vuajnë sot nga ky çrregullim hormonal që mund të lidhet dhe me PCOS-in. Shenjat paralajmëruese, do të flasim pak se çfarë janë hormonet, sigurisht se si funksionon dhe sistemi endokrin, lidhja midis rezistencës, insulinës, gjithashtu dhe mbi peshën, sa ndikon stresi, stili jetesës, ushqimet që ne po konsumojmë, çfarë duhet të bëjmë, këshillat që duhet marrim dhe duhet i ndjekim me përpikshmëri, duke marrë parasysh që këto janë disa probleme të cilat duhen ndjekur dhe nuk duhen neglizhuar. Do të flasim me Eleni Pançin, mjekën. Mirëmëngjesi. Mjekën tonë do të thoja se si të ardhmë tashmë disa herë në programin. Po, e kemi personalizuar. Si ke qenë një herë? Mirë. Periudhë ngarkuar për një mjekët kjo? Faleminderit që e gjen kohën për ne gjithsesi. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Ne nisim një herë tek çrregullimet hormonale. Çfarë janë? Atëherë, duhet fokusohesha më tepër te kjo pjesa e rezistencës së insulinës që shpesh herë shumë persona vuajnë, shumë vajza më tepër dhe nuk e kuptojnë që vuajnë. Dhe shpesh herë mund të jetë fillesë shumë problematikave të ndryshme, jo vetëm të çrregullimeve hormonale, dikon lidhet shumë, zakonisht bashkëshoqërojnë pothuajse zakonisht, sidomos për shembull tek vajzat që ndjejnë lodhje gjatë ditës, ndjejnë marrje peshi që është e pashpjegueshme, mbajnë dietë, bëjnë aktivitet fizik, vazhdojnë të jenë me kile të shtuara ose me kile të rënda. Pra varet janë dy ekstreme, ose mbi pesh ose nën pesh, sepse shpesh herë kjo pjesa e nën peshës nuk flitet fare, por në shumicën e rasteve manifestohet me obezitet dhe mbi pesh, prandaj me kile pra që nuk i hum dot. Disa nga simptomat, lodhje, fryrje barku, në vajzat pastaj që bashkëshoqërohet me pak çrregullim hormonal, një nga shenjat që ato vren më shpesh është hirsutizmi ose si quhet ndryshe shtimi i shimeve në zona në trup ku janë androgjenvartëse, me pak fjalë aty ku kanë meshkujt më shumë qime, si që është mjekra, si që është gjoksi, si që është pjesa e fund shpinës, pra këto janë zona ku më tepër veprojnë androgjenet, si që është më njëri testosteroni, do me thënë. Dhe këto vajza është pak më e rritur dhe shpesher këtu duhet bërë një hulumtim pak më i kujdesshëm midis kësaj rezistencës së insulinës, rritjes së testosteronit dhe hormoneve të tjera në një. Janë të gjitha bashkë, po thua. Zakonisht bashkëshoqërohen dhe duhen hulumtuar të gjitha bashkë. Jo, ke kjo rezistenca ndaj insulinës. Çfarë shkakton konkretisht? Ka disa ushqime që mund të ndikojnë në mënyrën e jetesës? Po, varet, sepse ka disa lloje problematikesh me rezistencën e insulinës. Shpesh herë ne duhet e parapunës të bëjmë një diagnozë diferenciale dhe të heqim pjesën që nuk është diabet. Domethënë, në raste kur ne kemi hiperinsulinemi, pra një insulinë shumë të lartë në gjak. Në raste të tjera, kur ne shikojmë dhe pacientin që kemi përpara, kur shikojmë predispozitën gjenetike, familjen dhe të gjitha, pastaj ne ulëmtojmë pak më tepër. Me pak fjalë është thjesht trupi jot që qelizat e tua që nuk arrin të reagojnë ndaj insulinës që prodhohet në trup. Kur prodhohet insulina në çdo moment kur ne ushqehemi, çdo lloj gjëje që ne të konsumojmë, rritet glukoza, pra sheqeri në gjak. Ka të bëjë shumë me sheqerin. Më tepër ajo është kur ti e ke të zhvilluar dhe më vonë pastaj e stimulon dhe e komplikon më tepër. Pra, normalisht stili i jetesës, më fal se më përva ndikon, por varet ndonjëherë është edhe një predispozitë gjenetike dhe më pastaj është nëse je person që ushqesh pa kujdes, fillon obeziteti, ke yndyrna të larta, sheqer të lartë, këto pastaj pra zakonisht duhet i hulumtojmë të gjitha, dhe glicemi, dhe insulinemi, dhe për një diabet apo prediabet të mundshëm. Për të diagnozë më të saktë. Cilat janë ato ushqime që e rrisin rezistencën ndaj insulinës, pra që e përkeqësojnë shëndetin tonë? Ushqimet që kanë sheqer të procesuar të lartë, pijet me gaz, pijet me sheqer të shtuar, çokoladat që nuk flasim çokoladë zezë për shkak që është natyrale, ato ne duhet ta konsumojmë, por që kanë gjithmonë ushqime të procesuara. Flasim për mbisasi? Apo flasim edhe për konsum përditshëm? Konsum të përditshëm. Konsum të përditshëm, ne tani nuk mund të themi se unë pacientëve të mia gjithmonë i them që ne nuk e presim dot me ciklet, themi ato që të heqim çdo lloj ushqimi, sepse nuk ka për ta mbajtur dot pastaj, sepse ai duhet të bëhet një stil jetese dhe jo regjim ushqimor që unë duhet të bi nga pesha. Por më tepër duhet të kuptohet shumë logjika pas kësaj dhe të bëhet pjesë e jetës tënde. Nëse ti për shembull konsumon çdo ditë një çokoladë, po e flasim
mund ta bësh që ta konsumosh 2 herë në javë, për shembull. Më kupton që edhe ti të mos i presësh gjëra direkt me thik, themi neve, domethënë shkaktosh atë stresin mendor. Pikërisht dhe ke për ta lënë pastaj. 1 javë, 2 javë do ta mbash dot dhe ti pastaj kalon në atë gjendjen e urisë, lodhjes më tepër të bëhet domethënë kundër efekti më mirë se sa efekt. Kështu që pa nga pak edhe karbohidratet duhet të hahen dhe proteinat, shton më shumë perime, shton më shumë pjesën e frutave. Themi dieta më e mirë, pra marrim të më qenë se dikush mund të heqë dorë dhe nga gjitha, nuk ka problem. Cila është mënyra më e mirë që të ulim rezistencën ndaj insulinës dhe të bëjmë më të shëndetshëm? Një dietë që ka shumë volum me fruta perime. Me perime sidomos. Perimet janë, domethënë vakti yt kryesor të ketë volumin më të madh të pjatës, pra flasim një 50-60% të jenë perime. Që edhe të arrish të ulësh pjesën e inflamacionit në trup, sepse normalisht duke konsumuar ushqime me sheqer të shtuara apo ushqime të procesuara ti rrit inflamacionin në trup. Edhe frutat që ti thua kanë fruktozë, sa ndikon kjo në rritjen e insulinës? Se ky është pak kështu debat, domethënë. Nutricionistëve janë pak hapin debat në këtë pjesë, që thonë edhe fruta duhet janë shumë në sasi të pak. Varet çfarë lloj fruti. Domethënë për shembull, frutat zakonisht është sheqeri që ne mund ta marrim sepse është sheqer natyral dhe trupi e përdor, arrin ta përdorë shumë lehtë. Por për shembull ka fruta që kanë pak më tepër sheqer, që është për shembull rrushi, që ka shumë sheqer edhe fermentohet, domethënë. Ai për shembull duhet kemi pak më shumë kujdes, dardha këto. Po e konsumon sepse jo shumë. Më tepër, bostani po ka pak sheqer. Tani bostani se kemi pjepër, kemi sheqer. Pjepër. Tani tek sheqeri është më tepër që konsumohet sepse të bën goxha të hidratuar, domethënë, ka ujë shumë, por varet domethënë gjatë momentit të ditës kur ti e konsumon. E mirë është mos e konsumosh para vakteve. Për shembull në mëngjes ti tani nisësh direkt duke ngrënë një copë shalqi, po vlasim kështu, por më vonë. Domethënë që trupi jot të ketë arritur ta marrë pjesën e proteinës pas dreke për shembull, pas dreke, që ti sepse ka sheqer, me thënë të vërtetën. Ua, një kokër për një ditë ka gjast. Mirë, tani që vjen vera po të shijon. Ne e kombinojmë me djathë, në fakt. E për një vakt. Ne kemi kthyer në një vakt në vete, pra me djathë, me bukë, me sheqer. Pra ndaj them, domethënë ne kemi një vakt që na ngopi, jo vetëm ta konsumojmë si frutë. Po zakonisht edhe për darkë është e mirë. Është e mirë. Mund të konsumosh, po patjetër. Po bukë me sheqer dhe djathë, po. Po ku ka më bukur, po ku di ky. Është popullore, por që nuk e di sa e shëndetshme është, të paktën për personat që mund të konsumohet, por është kjo gjë është më mirë të mos e konsumosh, mos e nisësh mëngjesin tënd. Gjithmonë mëngjesi është shumë i rëndësishëm. Shumë e neglizhojmë, e lëm pas dore, harrojmë të qemi proteina dhe perime. Po të mundesh perime në mëngjes. E mira është që vezë, po vezë në mëngjes. Po mund të ushqesh për shembull me brokoli, mund të hash spinaq, vezë, omlet me spinaq, për shembull, që ti bësh pak këto kombinimet që të kesh pak ushqime jeshile, pra perime jeshile. Kombinim me hekurin, pra të marrim hekur që në mëngjes. Diçka e tillë, do më parasysh ta perimet që të bësh për shembull se ka bën ato omletat për shembull me pak spec, me pak spinaq, edhe ti shtosh pak brokoli, domethënë që mëngjesi jot të ketë edhe pak proteinë, domethënë. Shumë e rëndësishme, sidomos për vajzat që vojnë nga rezistenca e insulinës dhe nga PCOS-ja. Shiko, flasim shumë shpesh dhe shumë vajza edhe vetë diagnostikohen, sepse shohin simptoma dhe thonë unë i kam këto dhe okay, po mundojmë ta rregulloj vetë. Por një njeri që ka këto simptoma, cilat janë hapat e dur, procedura e dur që duhet bëjë në një diagnozë të saktë mjekësore, përfshirë këto dhe analizat? Tani, e para punës është që gjithmonë nuk duhet të vetë diagnostikohemi. Mund të kemi të tërë këto simptoma dhe mund të mos kesh as rezistencë insuline, as PCOS. Gjithmonë duhet bërë një hulumtim me mjekun. Normalisht, qoftë ky mjeku i familjes, qoftë ky mjeku endokrinolog, zakonisht hapi i parë dhe fillesa e parë është mjeku i familjes që bën disa analiza të hulumtuara dhe pastaj drejtohesh ose tek zakonisht tek mjeku endokrinolog. Mjeku endokrinolog dhe kur shtohen dhe këto çrregullimet hormonale dhe ginekolog duhet të jenë shumë bashkëpunues me njëri tjetrin dhe të ndiqesh nga të dyja palët. E para punës është për shembull një vajzë që ka lodhje, ka rënje floku, ka përshtim në zona të tjera, ne duhet të hulumtojmë dhe hekurin, duhet të hulumtojmë dhe vitaminën D, sepse këto mund të jenë problematika e një anemie, pra që nuk kanë lidhje fare. Që nuk kanë lidhje fare me një rezistencë insuline. Pastaj hym në një hulumtim pa më të detajuar, kontrollojmë pak sheqerin në gjak, glicemi, insulinemi, pra për të parë edhe nivelin e sheqerit. Fal që të ndërpres, kam qenë shumë kurioz të di faktikisht si ka mundësi që një vend si Shqipëria
me diell 300 ditë në vit, ka mungesë të vitaminës D, si është mundur? Problemi është që vitamina D ka nevojë që të konvertohet në trup. Pra ajo që ne marrim parsore nga kur bijem rrezet e diellit nuk është vitamina D që përthiset direkt në trup, por konvertohet. Dhe këtu pastaj hyn më tepër edhe pjesa e nën ushqyerjes, sepse më besoj që është pak gjenetike, pra nga brezat më të parë që kanë qenë edhe në kohën e komunizmit dhe nuk kanë pasur mundësinë që të ushqehen, të marrin ato vlera të ushqyesve të duhura, dhe kjo ndikon shumë. Dhe mendoj dhe me sa kemi bërë dhe këto diskutimet, këto studimet, kjo është edhe një nga arsyet kryesore. Por edhe nuk është edhe në shqiptarët rrim shumë në diell, dalim atë një muaj, 2 muaj në verës sa për të marrë pak jod në plazh dhe është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që vitamina D të përthiset në trup. Kështu që duhem parë nivelet. Çdo ditë, për shembull, ne rekomandojmë që të bësh ecjen midis orës 8 deri në 10 të mëngjesit, ku edhe niveli i rrezeve të diellit që nuk është i dëmshëm, se ka edhe rrezet të diellit që janë të dëmshme, të jetë i lartë, edhe ti mund të marrësh edhe të bësh pak atë pjesën e ecjes, edhe aktivitet fizik, por merr edhe vitaminën D. Edhe, që nëse ndalemi pak dhe këto tek aktiviteti fizik dhe tek stili jetesës më saktë, pra të stresit, të gjumit, të puna që sa ndikojnë edhe këto dhe në rritjen e hormoneve, për rezistencën ndaj insulinës, këtyre problematikave që vajzat vuajnë. Është një nga faktorët kryesorë. Mund ta sjellë këtë gjë apo mund ta rëndoj? Mund edhe ta rëndoj nëse nuk bëjmë një stil jetese të shëndetshëm, ose të jetojmë në stres, të jetojmë tërkohës me kortizol, të shtuar në trupin tonë, të inflamuar, por në momentin që ti mund të diagnostikosh me rezistencë insulina apo PCOS, më besoj që nuk është nevoja të shkosh direkt tek terapia apo tek medikamentet, por 3, 4, 5 muaj të provosh që të ndryshosh stilin e jetesës, ushqimet që konsumon, të bësh aktivitet fizik, dhe ka shumë personazhe që, më thënë vajza që ka qenë suksesshme. Kanë arritur ta humbin dha të peshën që nuk e kanë dashur, të jenë më të pak të inflamuara, i kenë pastaj nivelet ulen vet, për shembull të HOMA-IR-s që është zakonisht analiza laboratorike kryesore ku ne nisim me rezistencën e insulinës. Nëse ne flasim pastaj për çrregullime hormonale, ku ne futemi pak tek pjesa e hormoneve seksuale femërore, androgjeneve, testosteronit, këto pastaj ndikon dieta, goxha, ndikon stili jetesës, se nuk dua ta quaj dietë. Mendoj që çdo regjim ushqimor është më besoj edhe kur je përpara për shembull gjendjeve të prediabetit, mund edhe ta bësh pra është e rikthyeshme. Aktivitetet fizike, cilat janë ato që mund të na ndihmojnë? Ne kemi dëgjuar raste të vajzave që kanë shkuar në palestër dhe ka thënë që nuk kanë pasur ndryshim, nuk ka mundur të bie nga pesha, mund të ketë gjetur zgjidhjen tek pilatesi, tek crossfiti. Të dosoja varet edhe nga personi. Zakonisht ecja është një nga aktivitetet kryesore që rekomandohet. Ideja e rezistencës së insulinës që ti të ndërtosh muskuj. Pra, ndërkohë që ti bën aktivitetin fizik, të arrish edhe që të mos e humbësh atë muskulin, pra të mos e humbësh masën muskulare, por ta ruash, sepse duke pasur më shumë muskuj të ndërtuar në trupin tënd, edhe insulina pra vepron dhe glukoza reduktohet, pra e përdor muskuli, le të themi. Kjo është ajo logjika që duke ndërtuar muskul, ti atë sheqerin e tepër që ke në trup mund ta përdorësh si energji për muskulin. Me thënë, kjo është ajo logjika. Duhet se nëse ne mbajmë një regjim të tillë për 3-4 muaj dhe vim në formë, dhe pastaj lëshojmë çik vetë. Sa gjasa ka që do rikthehemi shumë shpejt tek normat e larta. Po, nëse ti ke bërë një punë të mirë, intensive dhe trupi jot ka reaguar mirë, sepse ka dhe trupa që nuk reagojnë mirë, por zakonisht nëse ti e kap në fazat e hershme, gjithmonë në 90% ke sukses. 3-4 muajt e parë do të bësh analizat gjithmonë, do të thënë do ndiqesh të paktën çdo muaj me analizat. Në këtë rast ne bëjmë për shembull nëse ke një HOMA-IR të rritur, pra për rezistencën e insulinës, por më radhë ishte tek 3 deri në 6 muaj, që shikosh tamam atë pjesën e ndryshimit, sepse do ta fillojnë vajzat vetë që janë të stresuara, janë të inflamuara, kanë kortizol të rritur në trup, kanë marrë një lloj fryrje, le të themi, në pjesën abdominale, në pjesën e fytyrës, dhe ti vetë do ta kuptosh që ndihesh më mirë. Do fillosh do ndryshosh në tiparen, si ndihesh. Kjo është shumë e rëndësishme, mënyra se si ndihesh, sepse shumë vajza e lënë edhe që se jam thjesht e lodhur, kështu janë të gjithë, dhe derisa përfundojnë në atë fazën që është pak e vështirë për të ndryshuar, le të themi. Përmend edhe pak edhe anën e kundër, që ka persona që janë rezistent ndaj insulinës, por dobësohen. Po, ka për shembull. Si bëhet diagnoza në këtë rast? Se duket pak më e vështirë, si e kuptojnë ata vetë fillimisht? Nuk e kuptojnë, zakonisht mund të jetë edhe thjesht kjo pjesa e hirsutizmit, pjesa domethënë e qimeve të shtuara në trup, që mund të jetë edhe e vetmja diagnozë, mund të kenë akne të shtuara, po mund të kenë fryrë, mund të jesh në peshë dhe prapë të kesh pjesën e fryrjes, por po ka vajza domethënë që janë
Kur themi nën peshë, themi një lëvizje disa kilogram? Disa kilogram. Pra që ato e shohin që ka një luhatje peshe. Po, është një ndryshim që ti nuk mban regjim ushqimor dhe ti bie nga pesha. Domethënë ke këto luhatjet e peshës të pashpjeguara që nuk e ti vet, nuk e bër asnjë lloj gjëje për të ndryshuar. Më kupton? Pse kanë dëgjuar që disa nga ato lidhen me tiroiden këtë gjë? Lidhen me tiroiden. Prandaj të them që është një hulumtim shumë i detajuar hormonal. Analiza, po. Ne shqiptarët jemi pak skeptik kur vjen puna tek analiza, domethënë trembëmia do marrim Cilat janë moshat më të prekura? Pra, ku nis? Nisin adoleshencë? Në vitet e fundit dhe me studimet e reja që janë bërë, po fillon që të shfaqesh tek vajzat që janë tek mosha 18, 19, 20 vjeç. Do me thënë që këtu fillon. Dhe nëse kur unë bisedoj bëjmë atë pjesën e anamnezës me pacientin që ajo është një vajzë 22, 23 vjeç, që i ka këto simptoma, mund të më thojë që unë këto simptoma i kam pasur dhe 15, 16 vjeç. Por thjesht i kam lënë. Ndonjëherë këto simptoma mund të nisin edhe thjesht me dhimbje para ciklit, dhimbje gjatë ciklit, që nuk është normale në fund të ditës, por thjesht, siç thash, është mënyra se si ne trajtojmë problemin, domethënë, që është diçka normale, domethënë. Eleni, sa ka të bëjë mungesa e gjumit në çrregullimet hormonale? Ndikon jo drejt për drejt, por ndikon në rritjen e inflamacionit në trupin tënd. Domethënë, po ta shohësh pak më në logjik, sepse çdo gjë fillon tek njësia bazë që është qeliza. Nëse ti je në stres kronik, po edhe nuk e kupton që je në stres kronik, nëse ti nuk fle gjumë mjaftueshëm, nëse ti nuk ushqehesh mirë, këto të gjitha shkaktojnë inflamacion trupit tënd. Në momentin që qeliza jote është e inflamuar, e stresuar, literalisht e stresuar, fillon dhe nuk bën dot ciklin dhe funksionin normal të saj. Që trupit funksionoj si duhet, kur duhet jetë ora e gjumit, orë normale, që ju e rekomendon, ideale? Nëse flasim me orë normale, është në orën 10, 9 ose 10 i duhet të jesh në gjumë. Sepse gjumi ndahet në disa faza, që është non-REM, REM, pra ka disa faza të gjumit që edhe ti ndoshta e vëri për shembull që ke pak gjumë të thellë, pastaj të del gjumi. Mënyra më e mirë është që ti të flesh në orën 9 ose 10, që ai 4 orë arship kur të filloj faza e REM-it, pra që ti je në gjumin e thellë. Ka një problem kur flen në orën 4, në orën 9 apo 10. Të del gjumi në orën 1 të natës, pastaj edhe e gjen veten, po. Është kjo pra që të them unë, do të thënë që ti je gati për të hyrë në fazën më të thellë të gjumit dhe pastaj duhet parë pak më tepër, domethënë pse të del gjumi. Këto gjendjet e stresuara që ti nuk kupton që je në stres kronik janë dhe këto daljet e gjumit natën. Domethënë nuk është normale, nuk është se ne po i vëmë, domethënë diagnozën, por do të ulëmtuar pak kjo dalja e gjumit natën, po. Sepse shpesh mund të jenë edhe shenjë stresit kronik. Prandaj, domethënë pak magnezë këtë situatë. Të ndihmon goxha, por në momentin që ti duhet të bësh edhe ndryshime të tjera, sepse edhe për shembull ne mund të japim një terapi, një suplement që të ndihmojë me çdo gjë, por edhe puna jote duhet të jetë goxha e madhe. Domethënë duhet të jetë një punë, po, pikërisht, duhet të jetë një punë bashkëpunuese, sepse ti mund të marrësh magnez, por nëse problematika jote nuk është për shembull që thjesht lodhje muskulare, apo të rikuperosh muskujt, apo të ndihmosh pak sistemi nervor të shqetësohet, nuk të thua që unë e marr këtë magnezin kot, nuk më bëri asnjë lloj ndryshimi, domethënë. Kështu që gjithmonë duhet gjetur shkaku, domethënë për çdo gjë. Eleni, kam vënë re mbase jam unë, po këto vitet e fundit janë çuar shumë rastet e pacientëve me probleme me tiroide. A lidhet kjo me temën që ne po flasim me çrregullimet hormonale, apo është një lloj problemi që po rritet për arsye të ndryshme? Kjo probleme pastaj me tiroidin e kam vënë goxha në pacient që flas dhe kemi dalë në një konstatim që në Shqipëri përqindja më e madhe vuajnë goxha nga problemet me tiroidet. Nuk mendoj dhe me aq sa kam lexuar studime dhe kemi ulumtuar që të ketë një lidhje midis pra që njëra, për shembull, problemi i çrregullimit hormonal të sjell probleme me tiroiden. Ja mund të jenë dy probleme të ndryshme, prandaj dhe duhet ulumtuar. Zakonisht mund të kesh probleme me tiroidin dhe mund të kesh rezistencë insuline. Mund të mos lidhet me njëra tjetrën. Ama nëse ti ke fillimisht problematika me tiroidin, hipertiroidizëm apo hipotiroidizëm, ku trupi jot në hipertiroidizëm metabolizmi punon më shumë se ç'duhet dhe është i lodhur. Dhe në hipotiroidizëm kur bie puna e organizmit dhe nuk arrin dot të plotësojë ato nevojat, kjo pastaj mund të çojë në këtë pjesën gjithmonë dalim te pjesa e inflamimit, e stresit, e çdo gjëje dhe të sjellë problematika të tjera. Pra, por zakonisht jo të kesh për shembull rezistencë insuline dhe të sjellë probleme tiroide, nuk është zakonisht. Një ditë ta zhvillonim
më gjerë gjatë të temën e tiroidit. Goxha probleme, do më thënë kemi vëndërisht shumë pacient ka probleme me tiroidin, mendoj që janë edhe kaq të shpeshta për faktin se dhe nuk janë vonë të diagnostikuar. Asish kjo që them që nuk të lëm pas dore. Thjesht jam e lodhur, jam i lodhur, se dhe do më thënë vajzë, femra dhe meshkuj. Më shumë preken në femrat atë. Nga tiroidja edhe meshkuj të konsiderohet, por femrat janë ato që edhe mund të bashkëqohet edhe me një pjesë autoimune, sepse tiroidja ka dhe problemen pra, që është Hashimoto për shembull, që është autoimune e tiroidit dhe tek femrat shfaqet më tepër. Eleni na përmendë pak më herët dhe berberinën. Tani u bë virale dhe zakonisht po e marrin për dobësim. Për çfarë është tamam dhe pse ti e sugjeron si suplement tek persona që kanë çrregullime hormonale? E kuptoj. Mori pak një, le të themi, drejtim të gabuar në thonjza në rrjet, do të thënë këngëtarja Pernilla Jati e ka treguar më parë që vua nga një çrregull. Pikërisht. Nga arsyeja pse e ka marrë, por nga që njerëzit panë ndryshimin tek fiziku i saj, mendojnë që berberina bëri mrekulli. Pikërisht. Berberina nuk është një suplement që të bën të biesh nga pesha. Mund të ndihmoj. Gjithmonë unë rekomandoj pacientëve të mi që në momentin që kanë rezistencë insuline, berberina është një nga suplementet e mira për të marrë për shkakun se është një bimë natyrale në fund të ditës që të ndihmon pak me rregullimin. Po, në momentin që ti ke rezistencë insuline dhe ke dhe insulinë të rritur në gjak, por dhe sheqer të shtuar sepse insulina jote nuk e fut dot në qeliza, sepse qelizat e tua nuk reagojnë në insulinës, berberina e ndihmon kapjen e glukozës dhe e fut më kollaj në qelizë. Po transportimin. Bravo, e ndihmon domethënë insulinën që në trupin më pak fjalë që ta përdori pak më mirë glukozën, sepse kjo është e tërë ideja. Por gjithmonë, siç të thash, stili i jetesës, aktiviteti fizik, domethënë, këto janë të gjumi i rregullt, këto janë faktorët kryesorë dhe berberina është vetëm një shtesë, le të themi. Se një kohë bërë. Momentalisht ka rënë pak tregu. Ka rënë pak tregu. Por mendoj që mori domethënë një konotacion pak të gabuar, sepse të ndihmon, sepse pastaj ti normalisht po i bëre të gjithë këto, po bëre stilin e jetesës të shëndetshëm, aktivitet fizik dhe berberina të ndihmon me metabolizmin normalisht që do biesh nga pesha. Nuk bën mrekullin pa u përpjekur ti vetë. Asgjë nuk e bën mrekullin pa u përpjekur ti vetë. Do ta koma Romina dhe që duam ne. Ne pra një hapje magjike duam ne. Ne dhe gjithë shqiptarët të kërkojmë. Eleni, faleminderit shumë. Faleminderit që gjete kohën. Thjerë të caktoj dhe temën tjetër të radhës, po do na duhet presim kur ti je ti e lirë se e dish sezoni veror dhe super gabuar. Patjetër. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë, është shumë e mirë. Okej, ikim reklama dhe vim pas pak me këshilla dashurie për ishin toksik. Tema më e preferuar e sezonit, pas pak.